Ky mobilitet akademik në kuadër të programit Erasmus+, ka qenë një përvojë jashtëzakonisht e vlefshme dhe frydhënëse për mua si profesoreshe letërsisë frënge. Ligjëratat e mia ishin të fokusuara në një temë shumë aktuale dhe inovative: mësimdhënia e letërsisë frënge përmes mjeteve të ndryshme të inteligjencës artificiale. Përfitimet kanë qenë të shumta. Së pari, kam pasur mundësinë të ndaj me studentët dhe kolegët bullgar praktika të reja didaktike që integrojnë teknologjitë e inteligjencës artificiale në studimin e letërsisë klasike dhe bashkohore frënge. Së dyti, kjo vizitë më ka mundësuar të mësoj nga përvoja e kolegëve bullgar se si ata e qasen integrimin e teknologjive të reja në mësimdhënien e letërsisë. Së treti, janë krijuar kontakte me kolegë romanistë që janë të interesuar për të vazhduar bashkëpunimin pikërisht në fushën e didaktikës digjitale të letërsisë. Pritja ka qenë e shkëlqyer dhe shumë breslëndse. Ligjëratat e mia, të cilat trajtonin përdorimin e mjeteve të inteligjencës artificiale në mësimdhënien e letërsisë frënge, kanë ngjallur interes të madh te studentët dhe stafi akademik. Kam paraqitur mjete konkrete si HeyGen, Claude, Gemini dhe platforma të tjera që mund të përdoren për analizën e teksteve letrare frënge, Hugo, Balzac e të tjerë, krijimin e ushtrimeve interaktive për studentët, gjenerimin e videove pedagogjike, personalizimin e mësimdhënies sipas nivelit të secilit student. Studentët bullgar kanë qenë jashtëzakonisht aktiv. Shumë prej tyre për herë të parë shihnin se si inteligjenca artificiale mund të integrohej në mënyrë sistematike në studimet letrare. Kemi pasur diskutime shumë të fryqme edhe rreth sfidave etike. Si të dallohet puna autentike e studentit nga ajo e gjeneruar nga inteligjenca artificiale? Si të kultivohet mendimi kritik në epokën e inteligjencës artificiale? E tjerë. Stafi akademik i departamentit të romanistikës ka qenë jashtëzakonisht i interesuar dhe ka shprehur dëshirën për të vazhduar dialogun në këtë fushë. Interesimi i studentëve bullgar ka qenë njëra nga befasitë më të këndshme. Gjatë ligjëratave të mia për letërsinë frënge dhe përdorimin e inteligjencës artificiale, kam treguar edhe shembuj konkret se si këto mjete mund të përdoren edhe për letërsinë shqipe. Për shembull, analizën e veprave të Ismail Kadares, i cili ka jetuar gjatë në Francë dhe është autor frankofon i njohur. Studentët bullgar kanë treguar kurreshtje të sinqertë, jo vetëm për letërsinë frënge, por edhe për lidhjet e saj me letërsinë shqipe dhe për kulturën tonë në përgjithësi. Bashkëpunimi ndëruniversitar është absolutisht thelbësor, sidomos në kohën kur arsimi i lartë po përballet me sfida të reja, si integrimi i inteligjencës artificiale. Asnjë universitet nuk mund t'i përballojë vetëm këto sfida. Na duhet të ndajmë përvoja, metodologji dhe mjete. Ky bashkëpunim mes universitetit ton dhe Universitetit të Veliko Tarnovos ka hapur rrugën për disa drejtime të ardhshme. Projekte të përbashkëta kërkimore mbi përdorimin e inteligjencës artificiale në mësimdhënien e gjuhëve dhe letërsive të huaja. Zhvillimi i materialeve didaktike digjitale për letërsinë frënge. Konferenca shkencore mbi didaktikën digjitale të letërsisë. Trajnime të përbashkëta të stafit akademik për përdorimin e mjeteve të inteligjencës artificiale. Botine akademike mbi temat ndërdisiplinore, letërsi, teknologji. Besoj se kjo është një fushë në të cilën Kosova dhe Bullgaria mund të bashkëpunojnë në mënyrë shumë konstruktive dhe inovative. Universiteti i Veliko Tarnovos më ka lënë përshtypje shumë pozitive, veçanërisht departamenti i romanistikës ku jam pritur. Ka një traditë të gjatë dhe solide të studimeve frënge në Bullgari, që daton qysh kur elita intelektuale bullgare ishte shumë e orientuar nga kultura franceze. Kjo traditë ndihet ende sot në cilësinë e programeve, në bibliotekat e pasura me vepra frënge dhe në nivelin e stafit akademik. Krahasuar në universitetin ton në Kosovë, mund të them se ne kemi një departament të gjuhës dhe letërsisë frënge që po rritet dhe po konsolidohet, me pedagog të përkushtuar dhe student të motivuar. Dallimi kryesor qëndron në burimet materiale dhe në aksesin në fondet europiane, që Bullgaria, si vend antar i BE-s, i ka më të disponueshme. Është shumë inkurajuese që në disa universitete të Bullgarisë ofrohet mësimi i gjuhës shqipe, përfshirë Universitetin e Veliko Tarnovos dhe atë të Sofjes. Kjo tregon një interes serioz akademik për albanologjinë.
Interesant është fakti që sot, fal mjeteve të inteligjencës artificiale, mësimi i gjuhëve më pak të mësuara, si shqipja apo bullgarishtja, mund të bëhet shumë më i lehtësuar dhe i aksesueshëm. Pikërisht këtu shoh një potencial të madh, krijimin e platformave digjitale të ndërsjella për mësimin e gjuhëve shqipe bullgare, duke shfrytzuar inteligjencën artificiale. Edhe pse kjo nuk ka qenë vizita ime e parë në Bullgari, gjithherë kam përshtypje pozitive. Veliko Tarnovo është një qytet magjepsës. Si studiuse e letërsisë frënge, nuk mund të mos bëj një paralele me qytetet e vjetra franceze, si Carcassonne apo Avioni. I njëjti kombinimi historisë lashtë me jetën kulturore të gjallë. Kalaja e Carevecit, qyteti i vjetër, rrugët e ngushta plot histori, të gjitha këto krijojnë një atmosferë që të frymëzon. Njerëzit kanë qenë jashtëzakonisht ngrohtë dhe mikpritës. Pas një dyshim, do të dëshiroja shumë të rikthehem në Bullgari për projekte dhe bashkëpunime të tjera. Kam tashmë disa ide konkrete, të lidhura me fushën e studimeve frenge dhe me integrimin e inteligjencës artificiale në mësimdhënie. Projekte kërkimore të përbashkëta mbi përdorimin e mjeteve të inteligjencës artificiale në mësimdhënien e letërsisë frenge, workshope dhe trajnime për pedagogët mbi didaktikën digjitale, krijimin e një platforme të përbashkët për ndarjen e materialeve mësimore të bazuara në inteligjencën artificiale. Konferenca ndërkombëtare mbi temën letërsia dhe inteligjenca artificiale. Botime të përbashkëta akademike mbi sfidat dhe mundësitë e inteligjencës artificiale në studimet letrare. Shkëmbime të mëtejshme të studentëve dhe pedagogëve. Besoj fuqishëm se jemi në një moment historik për arsimin e lartë. Inteligjenca artificiale po e transformon mësimdhënien, dhe ne, si pedagog të letërsisë, kemi përgjegjësinë të mos i largohemi këtij ndryshimi, por ta drejtojmë atë, në mënyrë që të shërbejë për thellimin e dijes dhe kultivimin e mendimit kritik. Pikërisht këtë vizion e ndava me kolegët dhe studentët në Veliko Tarnovo, dhe jam e bindur se kjo është vetëm fillimi i një bashkëpunimi të gjatë dhe inovativ.